Duke filluar nga data 14 prill, fermerët e qytetit të Vlorës kanë mundësinë e aplikimit për skemën mbështetëse për fermerët për vitin 2025. Zëvendës ministri i bujqësisë, Dimitër Kote, thosë se kjo mbështetje për fermerët jepet për krerët që ata kanë për të gjithë ata të cilët merren me blegtori, por edhe mbështetje për rimbursimin e naftës, për serat, por edhe për certifikimin Global Gab. Kjo është një skemë mbështetëse e cila ka disa vjet që ne u japim mbështetje fermerëve për blegtorin, u japim mbështetje me naftë, u japim mbështetje për serat, u japim mbështetje për certifikimin Global Gab. Pra, është ajo skemë që ka qenë të gjitha vitet. Pra, është një afat ku fermerët duhet të aplikojnë dhe të përfitojnë nga skema mbështetëse direkte. Zëvendës ministri i bujqësisë Kote sqaron edhe veçoritë e këtij viti për sa i përket aplikimeve në skemën e re për fermerët. Sipas Kotes, janë shtuar disa kategori, të cilat më parë nuk janë mbështetur financiarisht, ndërsa tashmë do të mbështeten me vlera monetare. Kush është veçoria e këtij viti krahasimisht me vitin e kaluar për skemën mbështetëse? Pra ne kemi mbështetur për krerë për lop 100.000 lekë për krerë për lop, dhe kemi mbështetur edhe blegtorin e imët 12.000 lekë për krerë, po dhe të delet dhe dhit. Por nuk ishim mbështetur viçat meshkuj për mish. Kur të njëjtin gjë bën fermeri, që mbarështron lopën dhe mushqerën që e mban për zvendësim për remont, të njëjtin gjë tani ne e mbështetëm duke i dhënë 50.000 lekë të vjetra për mish, për vishin që ka blegtori. Veçoria e dytë është që në skemën mbështetëse për serat ne mbështesnim sipërfaqen e mbjella me sera me 4 milion lekë me perime, me 4 milion lekë të vjetra për hektar. Gjë të cilën pati sukses, ne dim që është qendra dhe gjithë zhvillimi i bujqësisë shqiptare janë serat ato të cilat kanë rendimende, furnizojnë tregun, po dhe eksportin. Por këtë vit neve, duke patur si sfidë për të patur një produkt cilësor, të kontrolluar dhe brenda standardeve, kemi heq një masë mbështetëse, pra kemi lënë 2 milion lekë për inputet dhe për fidanin, dhe kemi shtuar 3 milion lekë të vjetra për mbrojtjen biologjike që do të bëhet pra heqjen e insekticideve dhe përdorimin e insekteve për të luftuar insektet e këqinj, insektet e mirë për të luftuar insektet e këqinj. Kjo do të bëjë që ne të kemi portën të hapur në Bashkimin Evropian dhe në tregun e brendshëm për të bërë një prodhim brenda standardeve të cilësisë. Pra këto ishin dy veçoritë. Kote sqaron edhe disa prej efekteve pozitive që do të ketë kjo skemë. Ai shpjegon se mbështetja që u jepet fermerëve i ndihmon ata ekonomikisht duke i drejtuar më tepër drejt teknologjisë, por edhe duke i nxitur të bashkohen për të prodhuar më tepër. Vitin e kaluar, nga analiza që i bëm dhe me fermerët këtu, ata e kanë ndjerë të gjithë se kjo skemë ndihmon në uljen e kostos, ndihmon edhe orienton fermerët dhe për përdorimin e teknologjive të mira. Veçori tjetër është vazhdon të qëndrojë bashkimi i fermerëve. Fermerët që bashkohen i përfitojnë që në fazën e parë të gjitha mbështetjet, bollëtja dhe bashkohen me një akt marrëveshje të thjeshtë dhe të kenë ata që janë në blegtori një veteriner ku t'i sqarojë për trajtimet, për vaksinimin, për çfarë duhet të përdorin për të mbashtrimin e kafshëve, e njëjta gjë dhe për serat, për ata që duan të kultivojnë me një agronom për t'i sqaruar çfarë do përdorin, teknologjinë, lidhjen me pikat e grumbullimit, që çfarë kërkon tregu, atë të prodhojnë dhe fermerët.